nderuar teleshikues, në ndryshim nga herë tjera, ne kemi ardhur këtu në Çorrik në një biznes lavanderi dhe pastrim kimik të llojeve të ndryshme, tapete, rrugica e tjerë që do të na thojë vetë pronari gjatë kësaj kohe që do të na shpjegoj. Atëherë na ndiqni. Në një nga lagjet e qeta të Çorrikut, aty ku zakonisht mbizotëron rutina e përditshme, së fundmi ka marrë jetë një iniciativë që sjell jo vetëm pasërti, por edhe frymëzim, hapja e një lavanderie profesionale, një biznes familjar i familjes Jaupëllari. Në hyrje të ambientit të sapo restauruar, të pret buzëqeshja e Ahmetit, njëri prej anëtarëve të familjes dhe njëkohësisht përgjegjësi kryesor për makineritë dhe procesin teknik. Kemi dashur gjithmonë të sjellim diçka ndryshe në qytetin tonë, thot ai, ndërsa nafton të ndjekim nga afër rrugtimin e një cope rrobe nga momenti i dorëzimit e deri tek ktimi tek klienti, e pastër, e hekurosur dhe e paketuar me kujdes. Atëherë këtu jemi me pronarin zotin Ahmet. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Atëherë, si u lindi kjo ide për të hapur këtë biznes lavanderi? Duke studiuar tregun, parë që qytetarët kishin interes për larje tapetash, larje bataniesh, ishte diçka e re, mungonte një shërbim cilësor, duke diskutuar në familjen famore, duhet një shërbim i ri për tregun, për zonën tonë. Pse jo një lavanderi, pse jo një larje tapetash me makineri në mënyrë profesionale? Dhe kështu e nisëm. Po, atëherë, sa kohë keni që keni filluar të biznes? Ne kemi parapërsisht një vit që operojmë qytetin e Çorrikut. Shohim që interesi është gjithmonë në rritje. Ka dhimbje, sjellin, Po, duke qenë se është diçka e re, duke parë, duke reklamuar makineritë se ka qenë, domethënë, metodat e hershme në mënyrë të vjetër, domethënë, jo me larje me dorë, jo me larje me ujë, kurse me makineri është diçka e re. Gjatë kësaj kohe, nuk them kemi punë e testim, kemi në informacion një të kënaqur qytetarët Jemi për këtë shërbim dhe janë të interesuar për këtë shërbim. Jemi interesuar domethënë tek qytetarët, kemi lënë mundësinë e një feedbacku tek gjithë, edhe duke parë që feedbacku ka qenë pozitiv, ne jemi kënaqur dhe kemi vazhduar me investimet e reja, duke futur disa pajisje që janë spesifikisht vetëm për zonën tonë. Po nga zona juaj, që bitë, po të nga zona jashtë të Çorrikut. Më së shumti që frekuentojnë janë zona siç janë Belshi me rrethina, është zona periferike e Çorrikut, qendra, është zona e Gramshit, zona Sulovës, po gjitha këto gjitha. Kushtëria, domethënë bashkia e Çorrikut, edhe më tej. Jemi të kënaqur se po futemi avash dhe në zonën e Elbasanit. Për teleshikuesit, do t'i tregosh të gjithë procedurën që ndiqet nga futja për pastrim deri në daljen e saj. Atëherë na ndiqni. Gjëja e parë që bëjmë ne, evidentojmë njollat, domethënë ku ka prishet cope, mundohemi ta riparojmë, ta qepin. Transporti është falas, qepja është falas. Pastaj, procesi i parë që bëhet mas identifikimit të njollave dhe problemeve të copës, fillon procesi i larjes. Këtu copa lahet, pastrohet dhe pas larjes e vendosim direkt në farë. Pra, pas këtij procesi vjen procesi tjetër i farës. Po. Kjo është një lavatrice e cila që lanë domethënë pa ujë, vetëm me solvent, pra në larjen e thanë rrobën, edhe e nxjerr në mënyrë më të mirë të mundshme sepse copa del e re dhe pa prekur. Këtu futen vetëm rroba specifike, pra që nuk lanë me ujë. Makineri është. Po. Atëherë ky ishte edhe parti. Kjo ishte sektori i lavanderisë. Atëherë të vazhdojmë në sektorin tjetër. Pardon. Tu jemi dhe parti me tapetës, apo jo? Po. Atëherë, për teleshikuesit do të shpjegosh procedurën teknike. Ne mbasi marrim tapetat nga vëllai formati, siç i kemi marrë nga familjare. Ky proces i parë është procesi i shkunjes. Pra, këtu fillojmë me shkunjen e tapetit. Kjo makineria bën të mundur që këto pisluk të dalë nga tapeti dhe të vijnë nëpërmjet filtrave poshtë.
Pra, tapeti fillimisht vendoset këtu dhe kalon në anën tjetër i pastër, nuk posedon asnjë lloj mikrobi, asnjë lloj tymi, asnjë lloj mund të ketë gozhda, mund të ketë trime, varet. Pra, siç e shihni dhe ju, tapeti del në këtë lloj formati nga makineria. Ky është procesi i parë. Procesi i dytë është që ne e vendosim në kovatën me ujë, e zbusim tapetin, njollat bën të mundur që të zbuten, edhe pastaj lahet me makineri në mënyrë profesionale. Ja ta çojnë atje djemt. Le ta ndjekim hap mas hapi larjen e tapetit. Pra siç thash, zbutet. Mund ta lëm aty parapërsisht 5 deri në 10 minuta që tapetit laget edhe të na bëhet mundur larje në mënyrë më të mirë. Po. Tani filloj me procesin e larjes. Tani tapeti vendoset në makineri edhe fillon procesi i parë i larjes. Po, këtu la. Po. Siç e shihni dhe ju, makineria është me 10 fuça, kjo që bën të mundur larjen në mënyrë më të mirë. Kjo makineri disponon edhe shplarjen, edhe heqjen e qimeve mbrapa, edhe do të thënë shkundjen që të kulloj tapeti. Unë po shoh këtu që për shembull kaloi nga procesi i thatë në procesin e lagur, po detajën nuk përdorni për pastrimin kimik. Janë solucione siç e shihni, ato hinkat blu lëshojnë solucion. Është një solucion shumë i mirë, i cili pothuajse pjesën më të madhe të njollave e eliminon. Dhe në raste specifike kur njolla shumë herë më e fortë, ne e kthejmë për zdyti dhe e bëjmë të mundur që Po. Edhe kjo është një risi. Sa kohë do këtu që të kalojë këtë proces? Përafërsisht 1 minutë e gjys. Varet nga shkalla e shpejtësisë që ne vendosim, duke ditur materialin e tapetit, duke ditur se sa në gjendje varet në cilën gjendje është tapeti. Po kjo makineria pas ka gjësi dhe më tepër. Që mund të zëni tapetet një tapet mund të zëj deri në tek një tapet, domethënë që mund të jetë deri në 3-20 metra parapërsisht. Po. Janë shumë të rrallë tapetat që vinë për tek kësaj mase. Siç e shihni dhe ju, shkuma që krijohet, e cila e ndihmon tapetin të eliminoj komplet pislukun, pa pastërtinë. Mund ta shohim dhe këtej. Kjo është një dritare e vogël e makinerisë në e cila na bën të mundur që ne të shohim ecurinë e larjes tapetit. Pastaj, pjesa mbrapa bën të mundur shplarjen e tapetit me ujë, me presion, duke graduar dhe shpejtësinë e shplarjes, bën të mundur që shkuma dhe pjesa e llumit e cila ka ngelur nga larja të eliminohet e gjitha pothuajse. Po. Pastaj fuçet mbrapa që rrotullohen bëjnë të mundur heqjen e qimeve sipërfaqësore që ndodhen në tapet. Siç e shihni dhe ju, formati i tapetit, shkuma e krijuar aty është shkumë e cila zhduket me rastin kur ne vendosim në centrifug, në procesin e parjes. Pra, nuk ngel aty, pothuajse as
Pra pas këtij procesi do kalohet centrifugë. Po. Është procesi i tretë për tapetin. Krijohet një hark aty, do të mundur rrotullimin e tapetit deri në momentin që ai mbaron. Tani siç e shihni ju, tapeti ka dalë, është larë, është pastruar dhe procesi i tretë është centrifuga. Shkuma i ka ikë aty. Tani shkuma eliminohet totalisht. Eliminohet dhe këtu, Po. E gjithë shkuma pothuajse eliminohet. Se është shkumë e cila zhduket në procesin që la. Po, që the edhe vetë. Po. Kjo është centrifuga, mund të ketë parafërsisht rreth 2000 xhiro në minutë. Kjo bën realizimin e tharjes tapetit deri në 85%. Siç e shihni dhe ju, është një sasi shumë e madhe e ujit, të cilën e mbart tapeti dhe është e pamundur që të thahet me kushte natyrale një sasi kaq e madhe uji. Pra, klienti ngel i kënaqur vetëm në momentin që ne ja çojmë për 6 orë. Ky është Çe kohë do të thahet këtu? koha varion 3 deri në 5 minuta që ai duhet të rrinë në centrifugë, që të eliminohen pothuajse i gjithë uji. Pra dalë si uji pasi. Po. Eliminohet uji, eliminohet shkuma dhe çdo gjë tjetër. Ky është procesi i parë i tharjes, sepse procesi i dytë i tharjes është e vendosin tapetin tek dhoma e tharjes. Do ta shikoj. Po, patjetër. Ka 2000 xhiro në minutë. Pra masi u mbaroi ky procesi tani. Çfarë do vazhdohet? Tani pasi del nga centrifuga, Po. që është pothuajse i tharë, ju mund ta shihni dhe ta provoni ta shihni me dorë, nuk ka pik ujë që ka ngelur në tapet. Pastaj procesi tjetër i tharjes është vendosja tek dhoma e tapetit. Aty marrën. Aty pothuajse tapeti thahet sepse mund të ketë ngelur një pjesë e vogël lagështire Atëherë ky kalon tek dhoma. tek dhoma e tharjes së tapetit. Sa kohë qëndron këtu? Këtu mund të qëndroj pavarësisht 4 deri në 6 orë, sepse pjesa e lagështirës që ka ngelur në ambient mund të dojë pavarësisht një ditë. Çfarë temperature përdoret këtu? Temperatura këtu arrin deri në 35 gradë. Por aparatura ka dhe një funksion tjetër që është shumë i rëndësishëm që than lagështirën. Lagështirën. Po, e thith në lagështirën. Nga dhoma e heq pothuajse dhe kjo. Tu ka marru procesi, apo jo? Po. Ky është procesi i fundit i tapetit. Pastaj Familjari vjen e merr apo ka punë të tjera? Procesit ne e marrim tapetin dhe e vendosim tek ajo tavolina e parë që ndodhet aty, tharjes. Tapeti, siç e shihni dhe ju, është i thatë, edhe procesi i fundit që është një fshes e lehtë për thithjen e plurave. Pra që mund të kenë ngelur mbas edhe nuk e kemi evidentuar. Pastaj, mbas procesit ne parfumosim tapetin. Dhe mbas parfumosjes së tapetit ne e paketojmë dhe e dërgojmë tek qytetarët. Pra, dërgimin e bën i falas. Po, falas. Për zonën tonë është falas. Kjo i bën të mundur që qytetarët të mbesin të kënaqur. Në brendësi vëren makineri moderne që nuk janë parë më parë në Corrik, lavanderia ofron shërbim të shpejtë dhe efikas, fal pajisjeve të teknologjisë së fundit që mundësojnë larje, tharje dhe hekurosje në mënyrë automatike, duke ruajtur cilësinë e rrobave. Kemi investuar me kujdes në pajisje që nuk dëmtojnë materialin dhe që respektojnë standardet mjedisore, shton Ahmeti. Por më shumë se sa teknologjia është ndjenja familjare dhe përkushtimi që e dallon këtë biznes. Secili antar i familjes Jaupëllari ka një rol të veçantë që nga pritja e klientëve deri te kujdesi për detajet më të vogla. Atëherë zoti Ahmet, çfarë shërbimi tjetër keni përveç? Kemi edhe shërbimin e hotelerive, restoranteve. Po. Pra siç e shihni dhe ju, ne kemi lar
mbulesa tavoline dhe mbas larjes Çarçafe këto. çarçafe, çdo lloj gjëje. Mbas larjes zhdukjes totale të njollave, është dhe procesi final që është hekurosja me hekur rull. Kjo bën të mundur kur kemi sasi të mëdha, po. Kur kemi sasi të mëdha, ajo të bën të mundur realizimin dhe përfundimin e punës në mënyrë më të shpejtë dhe më të pastër. Siç e shihni dhe juve, ky është procesi final. Pra ka përfunduar çdo gjë, dhe siç e ndjeni dhe ju aromën e mirë dhe pastërtinë e çdo lloj mbulese. Është paketuar, a? Po, dhe tani bëhet dërgesa. Pra, këtu janë mbulesa tavolinesh, janë tyle, janë çarçaf. Atëherë përveç lareve, tapeteve dhe të këtyre mbulesave tjera, çfarë shërbimi tjetër kryen? Një shërbim tjetër dhe i ri për zonën tonë është shërbimi i larjes së karrigeve, këndeve, dyshekëve. Pra ne po. Në disa raste ne marrim dërgesat dhe i lajm këtu, në disa raste siç janë këndet që janë të palëvizshme, shkojmë nëpër shtëpia dhe i kryen shërbimin atje. Po. Larja është mënyrën më profesionale të mundshme. Sa punëtorë ke të punësuar këtu, që punojnë? Me gjithë familjarë? Ne si staf jemi 6 veta që merremi. Pra, sot për sot e përballoni? Po, sot për sot me 6 veta është e përballueshme. Pastaj nesër kur të zgjeroni aktivitetin, patjetër që do të përsoni edhe njerëz tjerë. Nëse vazhdojmë ende me këtë hap, besoj që do kemi zgjerim të stafit. Kjo do të varet dhe nga kërkesat e publikut apo jo, të familjarëve. Pra sa më shumë të rritet volumi, duke ditur që stafi të bën të mundur për shpejtimin e punës dhe cilësisë. Dhe e lën copën 80-85% të thatë. E mundur që me kushte ambienti të thahet pothuajse për 6-7-8 orë. Për pak kohë. Për pak kohë. Po. Ky biznes i vogël por me vizion të madh është shembull më i mirë se si pasioni dhe bashkëpunimi familjar mund të krijojnë diçka që i shërben komunitetit dhe njëkohësisht nxit të zhvillimin lokal. Në Corrik, tani rrobat, tapetet, rrugicat dhe këndet e kultuqeve lahen ndryshe, me profesionalizëm, kujdes dhe dashuri. Ky është procesi i fundit, që është dërgesa. Ju siç e shihni në çfarë formati të bukur dhe të pastër dhe me aromë të mirë kanë dalë tapetat. Këtu është një shni, cilën përmban emrin edhe metrat katror për çdo tapet. Kjo bëhet keni bën stampa dhe logoja jon me numër telefoni, e cila bën të mundur që klienti të shohë sa metra dhe është tapeti i tij. Për ne është detyrë sepse duhet me qenë korrekt me klientët. Të nderuar teleshikues, si edhe në ndoqët, ne sot ishim në biznesin e zonës Ahmet, tek lavendaria, ku ai tregoi të gjithë procesin që zhvillohet i bën me larjen e tapeteve, larjen e tjerëve të ndryshme, të këmbëve e tjera. Atëherë, unë emër të televizionit Beçeve, ju falenderoj për punën që bëni dhe që keni të ndërmend që ta zgjironi me kalimin e kohës. Faleminderit dhe juve. Faleminderit televizionit Beçi. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe emisioni sot. Faleminderit për vëmendjen. Miru takoheshim në emisionet tjera.